Origjina e bestytnive të vendeve të ndryshme, nga traditat e harruara te koincidencat e pafadh. Përshëndetje miq të mi. Mirë se vini në kanal, sot do të zhytemi në botën misterioze të bestytnive, ato zakone të çuditshme që na bëjnë të trokasim në dru, të shmangim numra të caktuar ose të mos ndezim më shumë se 2 cigare me të njëjtën shkrepse. A mendoni se këto janë thjesht supersticione pa kuptim? Jo as pak. Shumica e tyre rrjedhin nga tradita fetare të harruara, koincidenca historike ose praktika të vjetra që dikur kishin një logjik të plotë. Në këtë video do të eksplorojmë 6 shembuj të famshëm, duke zbuluar rrënjët e tyre të thella. Do të flasim për numrin 13, trokitjen në dru, numrin 17 në Itali, numrin 4 në Azinë, fërshëllimën prapa skenën në teatër dhe ndezjen e 3 cigareve. Në fund do të shohim pse ne, njerëzit modern, vazhdojmë t'i mbajmë këto besime, edhe pse nuk kanë bazë shkencore. Le të fillojmë. Imagjinoni një botë ku çdo numër, çdo tingëllim ose veprim ka një histori të errët pas tij. Kjo nuk është fantazi, është realiteti i bestytnive tona. Pika 1. Numri 13. Le të nisim me njërin nga bestytnit më të njohura në botë, frika nga numri 13, e quajtur triskaidekafobia. Ky term vjen nga greqishtja e lashtë, ku tris do të thotë 3, kai do të thotë dhe deka nënkupton 10, pra 3 plus 10. Por pse ky numër na bën të dridhemi? Shumica e historisë fillon me Biblën. Mendoni për darkën e fundit, atë momentin e fundit që Jezusi ndau me 12 dishepujt e tij. 12 plus Jezusi bëjnë 13 persona rreth tryezës. Dhe kush ishte i 13-i? Jo Jezusi, por Juda Iskarioti, tradhtari që e dorëzoi Jezusin te romakët për 30 argjend. Kjo darkë u bë simbol i tradhtisë dhe fatkeqësisë. Pas kryqëzimit të Jezusit të premten, lind frika e premtes së 13-së, e quajtur paraskevidekatriafobia. Por kjo nuk është e vetmja origjinë. Në mitologjinë nordike, 12 perëndi po festonin kur Loki, perëndia e kaosit dhe i 13 i padëshiruar, u paraqit. Ai Loki vrau Balderin, perëndin e dritës, duke sjellë fundin e botës. Edhe në kulturën e lashtë egjiptiane, 13 ishte numri i transformimit në ahiret, por jo gjithmonë i lumtur. Sot, kjo frikë është aq e fortë sa shumë ndërtesa në SHB dhe Evropë nuk kanë katin e 13 të, thjesht kalojnë nga 12 në 14. Apo mendoni për hotelet që shmangin dhomën 13. Dhe në sport, sa herë keni parë lojtarë që refuzojnë fanellën me numër 13? Është një trashëgimi e lashtë që vazhdon të na ndjek, duke na kujtuar se si një numër i thjesht mund të mbartë peshën e historisë. Pika 2. Trokitja në dru. Tani, le të kalojmë te një veprim që të gjithë e bëjmë pa menduar, trokitja në dru kur themi diçka të keqe ose për të sjellë fat të mirë. Troket në dru. Sa herë e keni thënë? Kjo bestytni ka rrënje të thella në paganizmin e lashtë, veçanërisht të popujt indo-evropian. Ata besonin se druret nuk ishin thjesht pemë, por shtëpi të shpirtrave mbrojtës. Çdo lis apo bredh mbante brenda tij entitete hyjnore, si nimfa ose spirancat e tokës. Kur dikush trokiste në dru, ishte një lutje e heshtur, o shpirti drurit, mbron mua nga e keqja. Kjo praktik u trashëgua nga keltët dhe germanët, të cilët adhuronin pemët si simbole të jetës dhe mbrojtjes. Kur krishterimi u përhap, kjo nuk u zhduk, thjesht u adaptua. Druri u bë simbol i kryqit të Jezusit, i bërë nga lis ose ceder. Tani, kur trokasim, jemi duke kërkuar mbrojtjen e Zotit përmes drurit të shenjtë. Por ka edhe një teori tjetër, në mesjet, kur njerëzit jetonin në shtëpi prej druri, trokitja ishte një mënyrë për të verifikuar nëse dera është e sigurt, duke shmangur surprizat e këqija. Sot, edhe nëse jeni në një zyrë moderne, sërish trokisni në tavolinën prej druri. Është një ritual i thjeshtë që na jep ndjenjen e kontrollit. Imagjinoni, në vend të panikut, një trokitje e lehtë dhe gjithçka duket më mirë. Kjo është magjia e vogël e bestytnive, ato na lidhin me të parët tanë, duke na bërë të ndihemi më pak të vetmuar në këtë botë kaotike. Pika 3. Numri 17 në Itali. Po nëse kalojmë në Itali, do të zbulojmë një frikë tjetër numerike, numri 17, i quajtur heptadekafobia. Pse italianët e shmangin si murtajen? Sekreti qëndron në numrat romake. 17 shkruhet si GVI. Tani, imagjinoni të riorganizoni këto shkronja, G, V, I, bëhen vici. Çfarë do të thotë vici në latinisht? Kam jetuar ose jeta ime mbaroi. Kjo frazë ishte e zakonshme në varret romake, një epitaf për të vdekurit. Vici nënkuptonte se personi kishte mbaruar ciklin e tij toksor. Romakët e lashtë e shihnin si një parathanje vdekjeje, një koincidencë fatkeqe që u trashëgua në kulturën italiane. Sot, në Itali, hotelet nuk kanë dhomën 17, avionët shmangin ulsen 17, dhe madje në disa qytete, data 17 e muajit konsiderohet e pafallë. Është aq e thellë sa në garat e shortit, numri 17 rrallë zgjidhet.
Por kjo nuk është vetëm Itali, vendet me rënje latine, si Spanja ose Franca, kanë variante të ngjashme. Mendoni për lashtësinë, romakët që sunduan botën me ligje dhe rrugë, kishin edhe supersticionet e tyre. Kjo na tregon se edhe perandoritë e mëdha nuk shpëtonin nga frika e vogël. Dhe sot, kur një italian sheh 17 në një faturë, ndoshta ende ndjen një dridhje, një kujtesë se si një lojë shkronjash mund të formojë fatin ton. Pika 4. Numri 4 në kulturën aziatike. Le të udhëtojmë në lindjen e madhe, ku numri 4 quhet tetrafobia, frika ekstreme nga ky numër. Pse? Sepse në gjuhët aziatike, si kinezishtja, kantoneze, japonishtja dhe koreanishtja, fjala për 4 tingëllon pothuajse identike me vdekje. Në kineze, si për 4 është si për vdekje. Po kështu, numri 14 tingëllon si duhet të vdesësh. Kjo nuk është rastësi, është homofoni, ku tingujt e ngjashëm krijojnë lidhje fatkeqe. Në Kinë, ndërtesat nuk kanë katin e 4, hotelet shmangin dhomën 4, dhe madje numri i telefonit me 4 konsiderohet i mallkuar. Në Japoni, të njëjtën gjë e kemi me shi për 4 dhe vdekje. Kjo bestytni daton mijëra vjet, nga koha e dinastive të lashta ku numrat kishin kuptim mistik. Në kulturën konfuciane, harmonia është çelës dhe 4 thyes se e prish atë duke evokuar fundin. Sot, në Seul ose Tokyo, kjo vazhdon. Avionët nuk kanë ulse 4 dhe në festat e reja, askush nuk dhuron 4 lule. Është një shembull i mrekullueshëm se si gjuha formon besimet tona. Nëse tingulli i një numri të bën të mendosh për vdekje, pse ta thuash? Kjo na mëson se bestytnit nuk janë globale, ato janë lokale, të lidhura me fjalët dhe historinë tonë. Pika 5. Fërshëllima prapa skenës. Tani, imagjinoni skenën e një teatri, drita ulen, aktorët presin, por prapa perdeve, askush nuk fërshëllen. Kjo është një tabu e lashtë në botën e teatrit. Origjina. Në shekujt e 17-18 në teatrot evropiane, skenografët fërshëllenin për të sinjalizuar lëvizjen e skenave, ngritjen e dekorit ose uljen e perdeve. Ishte një kod i thjeshtë, si një sinjal detar. Por një fërshëllim i pavëmendshëm mund të shkaktonte kaos, skena ulet papritur, aksidente, madje vdekje. Një histori e famshme është nga teatri francez në 1700, ku një fërshëllim gabim çoi në rënje të një dekoracioni mbi aktor. Që atëherë u ndalua. Sot, me kufje radio dhe teknologji, rreziku nuk ekziston, por tradita mbetet. Aktorët e Broadwayit ose La Scala ende nuk fërshëllen prapa skene, është shenjë e fatkeqësisë. Kjo bestytni na tregon se si praktikat e vjetra mbijetojnë, ajo që filloi si siguri u bë ritual. Mendoni për aktorët e trembur që presin premierën, një fërshëllim mund të prishë gjithçka. Është një kujtesë se në art, supersticioni është pjesë e magjisë. Pika 6. Ndezja e 3 cigareve nga e njëjta shkrepëse. Për fund të shembujve, një bestytni moderne, mos ndez kur 3 cigare me të njëjtën shkrepëse. Kjo lind gjatë luftës së parë botërore. Ushtarët në strehat e Baltës, duke pirë për të lehtësuar stresin, mbanin shkrepësen e ndezur. Për një cigare, ishte e shpejt, një flak e shkurtër. Por për 2-3, flaka vazhdonte të digjej duke krijuar një pikë drite në errësirë. Snajperët armiq, duke vëzhguar me jepe, e shinin lehtësisht dhe godisnin. Një histori thotë se një oficer britanik pa një shok të vrarë kështu, i pari ndez veten, vdekje e sigurt, i dyti ndez të dytin, vdekje e mundshme, i treti të tretin, vdekje e pashmangshme. Kjo u bë legjend midis ushtarëve dhe pas luftës mbeti si tabu. Sot, edhe në paqe, burrat dhe gratë që pinë ende e respektojnë, 2 po, 3 jo. Është një kujtesë e luftës, e humbjeve të panevojshme. Edhe pse duhani është i rrezikshëm vetë, kjo bestytni shton një shtresë ironike. Përfundim. Dhe kështu, miq, kemi eksploruar rrënjët e këtyre bestytnive, nga biblat e lufta, nga gjuhat e teatri. Por pse i mbajmë ende? Psikologjia thotë se ato na japin ndjenjë kontrolli në një botë të pasigurt. Sipas teorisë së mendimit magjik, ne besojmë se ritualet tona mund të ndikojnë në fat, si në sport, ku një fanell fatlume rrit besimin. Ato janë zakone kulturore që na lidhin me të paret, duke na mbrojtur nga ankthi. Studimet tregojnë se në situata stresi, si pandemitë ose krizat, supersticionet rriten. Pra, herën tjetër kur trokisni në dru, mos qeshni, ponderoni një traditë të lashtë. Faleminderit që na ndoqët. Përdorni like, abonohuni dhe komentoni bestytnin tuaj të preferuar. Takohemi në videon tjetër.